Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtë e mi nga unë Dorontina. Jemi sot në fshatin Zhur, komuna e Prizrenit. Me fillim të fshatit është gjëna me i thonë fshat për shkak se e ka një sipërfaqe bukur të madhe, është shumë i ndërtuar, ka shtëpi pafund. Kemi pa pamjet në vazhdim, jemi në fillim të fshatit, po ndona po e komentoj se çka po shoh momentalisht e pas kanë një lokal të frizerit, flokët vetë sa i kena prej, nuk ka nevojë me hy, s'po hymi. Ku jeni shtëpia madhe? Hajde. Mos harroj edhe një tjetër detaj para se me fillu me xhirime, kafet i kemi pas kështu 3 ditme, njerëzit ishin shumë i kprica, ma kanë thonë dhe gjë që po e dëshmojmë. Përshëndetje, si je? Dorontina, si jeni? Mirë, faleminderit, po. Çish po kaloni? Me lampet, se lampet o më zgjut, pak më shumë di për zhurë. Jo, se s'fa du me rasa, e kom pushir. Jo, mëre, banorët nuk e njën asnjë. Ajo, që është jetesa në Zhur? Mirë, po që me thonë pak rini, është pak kanik, ma mirë është mu komuniku me këta se unë zdi. Se bashk pak jo a banoni këtu? Jo, a jeni banoni këtu? E ku banon? Unë më poslisht. Poslisht? Kam qenë poslisht. Mirë shumë. E këtu çka po bëni? A e keni? Shku gjo, vesh ku më dalë me eqë pak. S'ke dalë për shefa? Për qef. Hajde miqtë e mi, me të mira. Po vazhdojmë drejt fshatit Zhur, kemi pas kërkesa tashme, po e dini që nga moji poshtë disa mesazhe që mi kanë shkruar, do thotë nuk kam arrit me i hap as mesazhet, ju kërkoj ndjes, por gjithsesi ju erdhi mirë dita, ju erdhi koha. Erdhi momenti me qenë sot në Zhur, vështë se ka lëvizje tantarana onde, kemi lëvizje gjatë gjithë kohës. Përshëndetje, si jeni? Hajde, ka me kalune, hajde del në trotuar. Duhet me pas një kujdes bukur të shtu, për shkak se, si që thash edhe ma herët, kemi shumë lëvizje, fshati po duket me qenë i banuar, nuk e di se sa e kanë braktis këtë fshat, mbetet me u po kjo edhe me i marrë informacionet. Si jeni? Mirë, faleminderit. Dorontina, si po kaloni? Mirë. As po del pak jashtë, as po të shihet ftyra. Po del se edhe pas këto Hugo me firmë. Po, hajde. Na një mërëzoni muzike se në nuk pritoj me këcy. Përshëndetje ndëru, mirë jeni? Mirë, faleminderit. Mirë. Dini banori fshatit Zhur? Po. E keni braktisë ju ndonjëherë fshatin? Po e kena braktisë, jashtë jetojmë, kena jetu 189-ën. Në cilin shtet jeni? Jashtë? Në Zvicër, në Qëriamo që 13 vjetë jetoj në Zhur, e kom lonë. E ke lonë? Pse le? Se ma mirë e kena këtu. A e gjete vetën këtu? Po, askun tjetër më nuk muj me jetu pos këtu jetë. Qa po punën tash këtu në Zhur? Këtu rrim, punojmë qëtu ka pak, po rrim, ma shumë rrim. Pas me bo pare të mira tjetë, ashtë veç me nejta? Po, kena fitu bëllë në Zvicër. Shumë mirë. Si është me jetu në fshatin në Zhur edhe pse po duket shumë i ndërtuar? Po më varet çdo kush se çysh ja bën jetën vetës vetë. Domethënë çysh e orienton jetën, që ashtu të vjen, e orienton prap ka me të shku. T'ja prind të marrës, shkon marrë. S'ka ka del në ryshe, pos të marrës. Qa ka diçka që ja vlen me cekin këtë fshat, që ndoshta se ka në për fshatrat e tjera? Fshatin tonë, domethënë, janë njerëz sjellshëm, janë njerëz dashun, jena me lumna kop, domethënë, na jena normal lumë në thojnë, si fshat jena na përfshin luma me koks. Por në ryshë, zdi që atëm ka njerës mirë, ka... Po, pak jenë braktis shumë, do me thonë nga 1700 asaj në konë zonë, sa do me thonë i kam do kolegë këtu që kanë bizneset e vetë, të regojnë që shumica kanë shku, do me thonë për gjysë
ma pak fëmijë ka se që ka pas. E banora, e dini numrin? Sa është? Së muj me ta thonë, veç që e di dikun në ofër 500-600 shtëpi dikun janë të mbyllta që gërbeqarë që jetojnë jashtë. Prapa kamerës e mora një informacion se jenë ofër 10.000 banor këtë fshat. Se di sa është i sakt numri? Kur vinë verës edhe ata që i kena Mi numru jashtë, edhe ata? mi numru edhe ata janë, dalin. Po më intereson ju si banor sa e keni rujt adetet, traditat tona, e keni mikpritjen. Së mund të ceki që veçon, po çdo zhurion i ka rujt traditat e veta, dhe me thonë, zhurion lindish nuk bash. Qka do të thotë zhër? Zhur, Po, gur, a? gur. Gur. Po jem Gur i fort fort, si a? guri. Më vjen shumë mirë. E kemi një pamje shumë të bukur para nesh, tash po ndolna tek investimi që është bën këtë fshat sa i përket komunës. Ka punu komuna kështu, apo ju vetë banorët me mjetë vetë anoke i keni arrit këto ndërtime kaq të bukura? Jo, komuna, sidomos se nuk jam, do me thonë, një partijak i flakt që do me thonë, a na Neutral. janë nena, se unë jam rritë edhe në Zvicër e kom kry shkollën jashtë, edhe du me cek që do me thonë e vetë mja u konë këtu për dëkëja që ka investu në zhurë. U konë Ramadan Muja është i zhurit, ish kryetari i Prizrenit, u konë i zhurit, do me thonë Ramadan Muja, kjo rruga që shkon tash na ka letësu shumë, po bjerë fjalla, kjo rruga s'u konë që të shkon për zhurë, për mbjeshkët e zhurit, do me thonë, Po më tregun që është e kanë... komuna shumë që ka investu, si kullën tash do me thonë që kulla, shtëpia kulturës, shtëpia kulturës është e vetëmja në Prishtinë, jo edhe në Zhurë e dyta. Do me thonë që është e ndërtume. Më duket e kishit në atë pjesën andese para xherimet Jo, kemi pi kafe. mbrapa, ja Mbrapa mbrapa kullës është Po. shtëpia kulturës. Kjo është kulla, qendra dhe atje labidarët e dëshmorëve tonë që i kena. Nëse e dini çfarë histori e ka kulla? Kulla i përket do me thonë është ndërtu për e Remzi Ademit. Ish komandanti i parë në rajonin e Prizrenit u konë Remzi Ademi. Fshatit Zhurë edhe i kushtohet Remzi Ademit bashkë me dëshmorë tjerë që kena. Ju e thatë këtë fillim që e keni brakti Zvicrën, apo? Po, Cili kështë qenë një mesazh që e kështë përcjell për gjithë ata që momentalisht janë jashtë Kosovës, ose ata që janë më dyshe për me u largu nga vendi. atyne që janë jashtë i kisha thonë me punu, me lonë pare ona që me ardhë me investu poshtë. E këta që janë kështë me dyshje, a me shku, a me qëndru në Kosovë? Atyne, po ta shu bon njëjtë, do me thonë rruga thuj aty se me Sloveni, me Gjermani i ki njëjtë edhe në Kosovë. Pishojsh, po të vjen turp që unë e zomë shemëll me një autolari ku e lova kjerën aty e lojë gjithmonë në Prizren, pi foli shqip një djallit, a i tjetëri po kesh, po tha nuk është shqiptar, tha shikaj të tha i Bangladeshit. Do me thonë nuk jam naj rasist ose naj sen, a mo do me thonë njerës s'kena mo djemë të rritë që punojnë ose që janë kënema. Se të shkun krejt derivatet. Ja, s'prish, ja. Faleminderit shumë për Përshëndes, shumë kalofshit knaqësi. mirë. Me të mira, respekt. Me të mira. E falenderoj për zëmërsisht intervistuarin, një person shumë i respektuar, pra e ndëgjut edhe intervistën, e falenderoj për kohën, si që thash edhe në fillim, njerëzit kënej po shkojma, si që thash edhe në fillim, pra njerëzit në Zhurë kanë respektin, kulturën. Përshëndetje, si je? Dorontina, si jeni? Mirë, faleminderit, ju S'kom një mirë. pyet për politikë. Lidhe Nalë ty në mes që të, se... Nuk kom e ju mundu shumë. Për çka njët fshati Zhurë? Si janë banorët, sa është i banu shumë si fshat, sa është i banuar, sa e kanë braktis fshatin? Po, vdeni më mbre? Pa drejtën të thëmë unë, nuk e di qokë se sa ka
do me thonë... Në rregull, numrin nuk po ja u kërkoj, si fshat, si bëhet jetesa në këtë fshat? Po jetesa është normale, sigur tonë Kosovën ashtu me të fshatarët. Jo, nuk e pas këtë normale, se shumë i ndërtum po duket. Ndërtimi është shqyqër zotit që i kemi gërbeqarët, ajo është pyetja se për ndryshe me pageset, me rrogët e këtu ujtë, së në bësh kur zonë. Kjo është ajo që ndikon, do me thonë, ndërtimi e pasonit e shpijave, t'i thona. E thatë mërgjimtarët, më lenë me nënkuptu që fshati është braktis. Po, fakt. Sa përqend për afërsisht mundet me qenë pjesa mërgatës në këtë fshat? Mundet me qenë 50-50? Po besoj që aty parti duhet më konë. Qak nuk e di, po besoj që cilët dikun 50 që faktikisht bon vaki që edhe ma tepër. Në përgjithësi, jeni shumë të respektuar dhe të kulturuar. Vazhdoni t'i ruani adete, traditet për çka njemi dhe si popull? Po mënona në atë variantin t'i rujmë ata traditet e tona, po është pyetja se po ka ndryshim. Si mas gjendja e... Po tek gjeneratat e reja, sa po arrini me Gjeneratat e reja, gjeneratat e reja pak janë pak më të lazrum, si t'i thojmë. Që për shembull nëse me të pas bab ty, edhe në shumë e sjellshme. Mirë. Se i përket ti je ma shkollume, ma ndërtume diçka, pak të tjerët janë pak si ti thamë unë ashtu, si lojtara, si gangstera, ti thona. Gangstera. Në atë kuptimin, apo kupton. Shumë mirë. Është shkolla? Shkollat janë faktikisht. Energjinë elektrike keni në rregull, ujësjellsin, kanalizimin? Po, kanë bo një lloj investimi faktikisht me ujnë. Edhe besha dhe me rujmë në diçka ka një lloj përparimi. Jam të i pa shtyllat elektrike janë në gjendje jo të mirë, të vjetra që... Po, ka disa pjesë, do me thonë ka pjesa qendrës të tjetë, kur është rrugat e xhamia nalt atjetë. Janë disa shtylla që janë në dronit, kanë zona ta vjetërësia bënd vetën faktikisht. Edhe një pyetje për fund, martoni me vetin këtë fshat? Po. Martoni, do të jeni fise të ndryshme? Po, fise ka, se di qakt, po ka disa fise, do me thonë që janë, që mujnë me martu njëni me tjetër, faktikisht. Edhe po duket që kaloni shumë mirë me vetin? Jo, mirë probleme nuk ka, nga të rejsen kuptimin, nuk ka. Ju jeni shok, a? Shok, jemi një gjenerat. Si po ndëgjon njëni tjetër më shumë? Ky mu në këto e që është... Pse këtë ndëgjon? Se s'ka shkej ka zonë, jo pas ka lukni. Që ti, unë e ngoj ma shumë këta. Ma shumë e ngoj këta, se unë fakt ma... Ma i avancuma, a ma i fështirë. Dëse shqiptari pak e dënë tutën, a? Njët jemi. Shumë mirë, unë ja u dëshiroj gjithat mirët, ishte shumë faleminderit edhe juve. Respekt, me të mira, faleminderit. Hajde kaloni mirë. Me të mira, miru pafshim. Sa njerëz të mirë që janë. Po me pas ditërën tina me ardhë në zhërë, që në epizodën e dytë. Po e shë furren, dalë mërë i qikë. E pas ka furren. Drut pas kanë fillu përgatitjet për dimër, me që e koha ka fillu me uftof, momentin se të mashini mu jakne, po dihet që është këta. Infrastruktura po duket me qenë nivel, i kam pyet që a ka rrugë ose rrugicë që nuk është e shtrume me asfalt, më kanë thonë që gjitha janë. Përveç kësaj, fshati e ka edhe mirë mbajtjen. A je lodhë? Si je? Ndjen mirë, faleminderit, puna e mbarë. Pra, si që ato ju të regu, prapa meje është punëtori i cili kujdeset për tërë fshatin Zhor. I pyeta se sa është numri i punëtorëve, sa i përket mirëmbajtjes, më thanë që është vetëm një dhe pra këtë që duket jetë prapa meje investohet nga komuna. Pra shumë mirë. E ka një punë bukur të madhe për shkak se Zhuri është një sipërfaqe shumë të madhe, kemi shumë punë për të bërë. Më vjen keq nëse nuk arrim me kalu në ndonjë rrugicë, normalisht ashtu janë të bërë shumë zhurëm. E kemi parasysh me qëtemi se fshati Zhur është shumë i madh si fshat. Ndoshta keni me pas munges të ndonjë rrugë ose rrugice, me qenë se edhe nëse ne shkojmë, minutazha tashme po e din nuk na lejon, për shkak se atëherë kalohet tamam kështu reportazhi gjatë, ne po mundohemi pikat kryesore me i marr. Si jeni Dorontina? Vjen mirë. Mirë jeni? Mirë. Kush po kaloni? Mirë gjithë. Unë si po ecet? Mirë, shumë mirë.
Jeni punëtor në Po, shkollë? sigurim, po, shkollë. Sigurim. Po ecën punë të Po mirë? mirë shumë, shkollë gjurit na jemi këtë tunit, Shumë mirë. këtë gjurit, po. Edhe Ju- më mirë. Po. Edhe si për që di, ju njerëzit në Zhur jeni shumë të bashkuar. Këtë lidhen jemi, po se kemi një pa doj, këtë jemi Sa mirë. Tashme që jemi tek shkolla, po du mundol me ju pyet sa është numri i nxënësave momentalisht në këtë Nuk e shkollë. di sakt. Nuk e din Ja, sakt. nuk e Për di, afërsisht? valla. Ja 500 janë në rrugët. Po, cili ka qenë viti që kanë emigruar nxënësat më të mëdhe? Vallaj pise kjo qeveria që është ka nikë shumë. Si thojnë qeverive tjera, po jo, tash është shumë, Po kushtet në shkollë si janë? shumë mirë. Ka diçka që i Ja, mungon ashtë shkollës? i gjojq. Duke filluar nga ngrohjet, Ja, këtë banjet, çdo a janë çdo- banjet në rregull? Kjo më Çdo gjë intereson. në rregull, çdo gjë në rregull është. Shumë Po mirë. vallaj, tash kemi edhe renovimin e shkollës, Çka keni më renovuar tash këtë pjesën? me këto? dritare, me këtë kanë më bon. Apo Po, po. kur kanë me fillu punimet? Tash fillojnë domethënë, tash Shumë fillojnë. mirë. Po. Si është jetesa në Zhur? Mirë, shumë. Për çka njiheni si banor? Si? Për çka njiheni si banor? Mikpres, na jemi ma E mikpres, vërtet. mikpres e trimba. Edhe të kulturum, deri në pikë të fundit. Deri maksimum, po, shumë e Ju vërtet. lumt, mu bëhet shumë qefi që sot jam Faleminderit. prezente në Unë ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi. Shumë respekt, kalushit mirë. Edhe për juve. Tonë, Punë këshife të mirë. mbarë. Mirë mi, po e vazhdojmë pjesën sa i përket fshatit Zhur. Përshëndetje. Si jeni? A vëdheni me fol? Zdo me fol, a? Okej. Hajde po shkojmë po e komentojmë fshatin. Çka nuk po m'pëlqen një pjesë e mbeturinave qenka momentalisht e kam përballë. Përveç kësaj është një fshat me atmosferë briljante, të shkelqyshme, më falni se po habitna ka njëherë disa fjalë shkurta kështu po i përdorin në gjuhën angleze. Momentalisht jemi në oborrin e shtëpisë së shëndetit të në fshatin Zhur, ne po provojmë me hy brenda objektit, të shohim, mos po e takojmë dike nga stafi, po pse ju edhe me bën një intervistë. Po shohim se si janë ku. Përshëndetje. Jemi me kamerë. A jeni lodhë si jemi Dorotina? Po, Rizana Mirë Dema, si ju po gjej. dyshe infermier për qendrës mjekësisë familjare në Zhur, Shumë mirë. që 30 vite punojnë këtë institucion. 30 vite. 30 vite punë kam. Sa është e lodhshme si Po punë? pak e lodhshme, po kur jenë shërbim pacientave, do më dhe një edhe në krenari që për ndihmon njerëz. E bën tamam kështu me Po dëshirë. vëllë, po atë sa mu do më sa di, dhe më thonë. Profesioni është edhe atill, gjithë, jo sa nga una ime, po gjithë jemi të përkushtuar për këtë profesion, dhe më. Po, sa është numri i stafit në këtë Faktikisht objekt? jemi afër 10 punëtor, dhe më 2 mjek, 2 ndrime punojnë prej orës 7 deri 8 mbrëmje. Ishte me 2 infermier para dite, 2 mas dite. Do të thonë deri në orat 7 mbrëmje, Mbrëmje, apo? po. Kemi stomatologun, Edhe stomatologun e keni. stomatologu po punon, veç një ndrim stomatologu prej 7 deri në 3. Po, 7 mbrëmje deri në 3. 7 mëngjes deri ora 3. Ndrimi parë, ndrimi dytë vjen për orës 1 deri ora 8. Do thotë mbas orës 19 nuk punoni. Deri në 20 punojmë në këtë. Deri në 20. Deri E në- mos mu mbas orës 20, çfarë Në më po? 20 është në Prizren, është domethënë qendra ku punon ton natën, po. Si janë kushtet? Kushtet i kemi jashtëzakonisht mira, edhe objekti që është që shihet, veç është i ri, po. Ju lumë për pastërtin që e pasket. Pajisje kemi. Pajisjet i keni, s'ka Pajisje mungesë. ofrohet, domon shërbimi ofrohet veç kur ne smundim në rastet emergjente që janë për spital, domon. Krym gjithë është shumë ambulant funksionale. Ju si mjek për 30 vite përvojë. Të infermierin. Infermer, keni pas të një eksperiencë jo të mirë që e mbani mend? Po ka, zakonisht ai profesioni, domon, ka kur pacienti lyp ndimpit të është i smush shumë me ofru se çka qemi përgatitë për atë. Na soli krym gjithë rastet, tash ka nevojë edhe lindje dhe kardiologji, po nuk është ai. Si jemi të përgatitur për kështu. Ande atëherë ndish veten keq. Ndish veten keq që s'po mundesh me kry pacientin, po zakonisht e kemi një fat që qendra është afër. Von mëna 5 minuta, 10 minuta, edhe ekipët tjera vjen të emergjencës, na ndihmojnë. Nuk kemi çaq probleme në vonesa sa. Shumë mirë. Kur është ndërtu objekti? Objekti është i ri, si ka punu me një qendër vjetër, faktisht 2004 ton ka filluar ky objekt i ri. Para 4 viteve u ngrit edhe një kat më tepër, domethënë janë shtu dhomat. Kemi në dhomat e heos, edhe stomatologjia, natë edhe vaksinimi. Do thotë këtu është mundësia me ushtri pacienti për ditë me radhë? Po. Do i kërën gjithë që me infuzione, domethënë shtrin pacientat, kryin shërbimin edhe Që i ka gati me u kthy tamam në spital? Këto si që ata shërbimet për ne, domethënë këto i kryin. Nuk ka nevojë pacienti më bredh në institucione tjera. Nga kush është financu, po më intereson? Prej kuvendit komunal, Prizrenit.
Kuvendit Komunal. Keni kështu kontrolla ku pas kohë me ardhmë ju pyet se çka ju mungon ose si Po. shkojnë këto procedurat? Procedura zakonisht është përgjegjësi i kësaj ambulante, e cila merret me furnizimin e barnave, me gjitha problemet që ndodhin me ambulantës, i lajmërojnë prezident, vjen ata sa ndajnë probleme. Qashtu bëjmë edhe kërkesë për barna, zakonisht për këta smundjeve kronike që janë, na furnizojnë shumë mirë, jemi në nivelin e duhur. Me që tash jemi në kohën e dimrit thuja se, është ftoft koha, tash keni me pas pacienta hala ma shumë. Po, koha gripit zakonisht është sezonare, por edhe afër 200 vaksina e kemi dhënë për këta qenë smut kronik, domethënë kemi bën vaksinimin e gjitha pleqve, edhe smut kronik. Unë ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe për ju, shinit më së ardhën. Faleminderit, respekt, punë të mbarë. Faleminderit. Eni miqtë e mi, po dalëm nga shtëpia e Shëndetit këtu në fshatin Zhor, por para se me dal, po du me unë dal me komentu pjesën e oborit e pasa një sipërfaqe bukur të madhe, po më pëlqen edhe kjo pjesa e parkingut. Normalisht kur jemi pacient, jemi ndonjë familjar që është i smut, nuk është mirë me shëndet, me pasën kry edhe këtë pjesën e parkingut, është goxha e bestishme, por që gjithçka në rregull sa i përket shëndetësisë. I ndëgjut edhe informacionet nga vet infermieri që na i dha sot për neve, por edhe për juve. Nga shtëpia e Shëndetit po kalojmë në një tjetër oborr ku ndodhet objekti i shtëpisë së kulturës. Një objekt shumë i bukur, përveç kësaj e ka dhe mirëmbajtjen, prap jam të e po mirëmbajtësin punëtori i cili kujdeset në krejt fshatin Zhor. Nuk kam informacione sa i përket kësaj shtëpisë së kulturës, vetëm tregun që është shtëpia e kulturës. Diçka më shumë nuk jam të po banor ose dikon që me pyet, jam të po makina në oborr gjithandej. Miqtë e mi, fshati Zhor është shumë i ndërtuar, ka lokale, ka paska dhe kësi ria për pagesa që është, do thot i kanë kushtet si kur të kishin me jetu në qytet. Jam të e pa dhe xhamin e bukur, përveç xhamis po më duket që e kanë edhe odën e fshatit, por tash po shohim se është odë, po afrohemi, jo e dini tashmë që une çdo gjë që e them kam dëshirë dhe me ja u dëshmu me fakte, jo kjo qenë ka posta. Wow, në fshatin Zhor është edhe posta e Kosovës. E pas kanë orarin nga 8 mëngjesit deri në 15 e hënë premte. Po punoj kanë edhe të shtunën nga ora 8 deri në orën 13. Hajde po vazhdojmë, ka po kalojmë, ka po shkojmë, jem të e pa një pjesë tjetër të bukur ku e pas kanë fontonen, rreth rretullimi, por që në rreth rretullim e kanë fontonen. Nuk është që qenë ka diçka shumë ashtu e ndërtume, por që bukur, po duket përveç kësaj dëshmor të Zhorit, jam të i lexu komandant Petriti, po arrita me lexu për shkak se pema nuk më lejonte, e pasa një lapidar shumë të bukur i ngritëm për dëshmorët e këtij fshati, Remzi Ademaj, të shoh se sa janë gjithsej. Remzi Ademaj ky po duket të jetë komandant në këtë fshat. Qenë kanë edhe 6 të tjerë. Jem të e po edhe një tjetër guri, asi me qujtë këta. Kishen ka libra për përmendorin, akademik, profesor doktor Esheref Ademaj, edhe Latif Sësuri, personalitet me vlerat të larta humane, shkencore e kombëtare. Sa bukur e kanë ndërtu? Pëlqen undi? E pas kanë vendos mu në qendër të fshatit. Shumë bukur. Fshati Zhor me të vërtet një javë na duhet punë këtu me xhiru, edhe me bëj emisionin një 10 orë për shkak se fshati është shumë i madh, po e ri përsëris edhe një herë çka ne nuk arrimi përmes kamerës, do i keni me dron. Sa i përket banorëve deri me tani jam shumë e kënaqshme, janë shumë të respektuar, të kulturuar. Na i kanë dhënë shumë informacione lidhur me fshatin, ndoshta ka edhe ende informacione që duhet me i ditë na për Zhorin, por kur nuk i din vetë banorët, une nga vetë banor dua t'i mësoj gjitha sa i përket këtij fshati ose do një fshat tjetër, jem të e pa dhe kafeteria.
Miqtë e mi, jemi pranë kafeterisë te Doda, nuk mundem me u largu nga ky fshat pa e falenderuar përzemërsisht pronarin Bardhi, i cili gjatë gjithë kohës na ka shërby me pije pa kafe, tensionin ma ka qitë për toke, për ndryshe na ka ofruar edhe ushqim, ishin një djalë shumë i mrekullueshëm dhe i respektueshëm, e falenderoj edhe një herë përzemërsisht. Miqtë e mi, ne shkeputemi për pak qase për të kaluar në pjesën tjetër të fshatit, qëndroni me neve. Që marketi tjetër, rrugë tjën, shumë gjata, kjo rrugë është e mundimshme me ecë, për shkak se kemi përpjet, kohën e kemi fresket, mirë, u kënaqem, jam të e pa një tjetër banor. Hajde po provoj me ndalë, nëse ndalet nëse ju, në rregull. Përshëndetje, a jeni lodh? Si jeni, Dorontina? Mirë, faleminderit. Keni kohë 2 minuta më tregu shpejt për fshatin Zhur, për çka njihet? Qysh? Fshati Zhur. Po? Për çka njihet? Sa është si fshat i banuar? Po? Sa kuptova fjallë. Më falë. Sa është si fshat i banuar? A e kam braktis fshatit? Vallaj, më mërmena gjithë për një 20-30% është i braktisë. A e dini numrin e sakt sa mundet me qenë i banuarve? Unë e di gjithë, të më thonë, rrëth 12.000 banor është, po tash më mërmena gjithë për mi 7-8.000 banor nuk besoj që ka. Dhe mund të shumica kanë ikë në perëndim. Fshati po duket me qenë shumë i ndërtuar, cila ka mujt me qenë arsyeja që e kanë lënë fshatin? Po kanë lënë fshatin, kanë shku për një jetë më të mirë. Këtu me dash për shembull me punu, ka hapësira punuse, ka vende pune? Ka hapësira, du më thonë, jashtë fshatit, në për qytet më shku për punu, ose në për fshatat tjera, për shembull ndërtim, që si gjanat. Këtu më thanë që ka dhe biznes, se dikon 5-6 se nuk gaboj jënë këtë fshat? Që e farë biznesi kje, bizneset vogla janë këto, bizneset tjera nuk ka, janë du më thonë 2-3 lokalet private. Është i vafreshi, tjera biznese nuk ka, dhe më thonë, diçka tekstil ose diçka tjetër. Që me u punësu shumë familjar, nuk ka. Nuk ka. E këtë çka po ndërtuhet, a e din me më tregu? O ndërtuar shtëpi private. A shtëpi, menduva mos diçka me viven. Jo, nuk ka lidhje. Ka qenë përpara, dhe më thonë, peshër domi kulturës, ka qenë fabrika, që kanë bën tekstilit. Në atë kohë unë se amon mene ka qenë punësuar rreth diku 40 persona apo 50. Tash faktikisht kanë shkatruar, kanë ndrysh domin e kulturës, që 10-15 vite dhe më faktikisht vetëm qendën të cak që sillen në kolla rreth, për ndryshe nuk funksionon. A nuk është në funksion qendra? Jo, nuk është funksion. Se objekti është shumë i bukur. Objekti është i bukur, po thojnë të më thonë shumica që nuk është me thonë nuk ka kapacitetet dhe më mjaftueshme prej themelit, nuk është e ndërtuar se sa që duhet, dhe po marrë vesh. I ndrum, unë i falenderoj. Jo, nuk ka gjë. E shef edhe vetë, dhe më thonë nuk ka asë njerë, asë qërini, asë kur Jo, se me gjonë. shku në shatra Jo, kjo më vetë mi, ja, vjen keq. Na këtu kemi met, më mene thuja se për një 400 shtëpi besoj që kemi met ka 2 persona. Unë vetë jam 2 persona, vetëm me shoqën, tjerat këtë ka, dhe më thonë gërbet kanë shkuar. Për ke shardhi, qa t'i gjesh, ndoshta kthejnë një ditë. Nuk e besoj. është për një jetë më të mirë këtë shkuat u dje. Ju përshëndes, respekt. Kalofshit mirë. Çdo të mirë. Faleminderit banorëve. Ka po shkërni të dojta? Ka të hongër. Në është të e që grunë në gjini. Në që kam thonë në gjini. Fshati Zhur, më tha që nuk shen banor, por me krahasu me fshatrat e tjera, kjo është lull, kam taku banor shumë. Ondi po sa e bukura e pjesë atje, hajton dhe shpejt kape.
Miqtë e mi, jemi në një pjesë tjetër të fshatit Zhor, e kemi takuar rastësisht një mërgjimtar i cili më ka marrë në një tjetër rrugë me bisedu për një hall cilin ai e ka. E kam pranë mërgjimtarin për ndryshe sonte ka me atëru, por që po e përfundojmë intervistën e tani veç rruga e mbarë. Shumë faleminderit. I ndërum si jeni? Jeni të mirësardhë, mirë faleminderit. Qysh po kaloni? Pi Zotit shumë mirë. Elhamdulillah, mirë jena. Ne kemi orë në një rrugë, më ke tregu gjatë rrugtimit se jeni të dashur me investu në Kosovë dhe dita ditës me u kthy nga Zvicra. Cili është ai investimi që jeni tu e bë momentalisht në këtë fshat? Investimin unë që domethënë që kum bon këtu para 10 viteve, kum bon investim goxhasit madh, paraforsisht janë 200.000 euro me tokë, me investime me kit. E tash po synoj, po pretendoj me investu diçka me finalizu, me nis me ferm, diçka ferm, ose për lop, ose për pula, kështu që me kriju agrokultur, diçka turizëm për. Shumë mirë. Po na, po cili është halli? Çka po ju penalizon këtë proces? Halli jo, na është kena problem, si shpesh shifni jo me rrugën këtu që është dikon 1 kilometër është larg. Edhe tash na do të bisedojmë kismet edhe me komunë, po edhe me media edhe me ju, se ju mundë me na kryj punë. Tu ka shumë njerëz që janë të interesuar me ardhë edhe me shëtit, edhe me bë turizëm, edhe me hecë, edhe me kriju lloj aktiviteti, po problemin e kena si shpesh shifni këtu duhet me ardhë me mashinerit madhe, me xhipa, me traktora, me gjona, e çta janë problemet e tona. Ndoshta për shkak të rrugës që nuk është në gjendje të mirë, ka prej atyne që edhe nëse dojnë me orë dhe lojnë krejt. Çashtu, kjo është e mundimshme. Çashtu. Keni bë ankesë në komunë apo ende? Ankesa nuk kena bë, kismet po presim tash mas zgjedhjeve kur të kryejmë këtu në kuvendin komunal Prizren. Do të shkojmë si lagje, si katon, edhe do të ankojmë për këto se kjo është gjëna me ne të kështu. Ka njerëz shumë që kanë nevojë për këtë rrugë, për këtë investim. I keni përfundu ndërtimet? Ndërtimet i kena përfundu dikon 90%, tash jena të prit vetëm me mbush. Me mbush edhe me janis me bismillah me filluar. Me kismet, ju dëshiroj suksese. Faleminderit për vizitën. Do me startu me pula? Kismet, Allah qatë më rrim. Pula, lop, qatë kena nevojë. Është pjesë e bukur atje për turizëm, për vizitur? Për gjithë shka është e bukur, është me të vërtet, është hajri pastër, është vend i mirë, është qetësi, ja vlen me ardhë tu me shiju këtë vend. Besoj që keni me ja dalë mire mbarë. Me gjithë qef, me kismet Zotit kam u bo mirë, se ky vend është babe, babgjysh, këtu na kanë jetu, na kanë punu, edhe është vend që qëtu e në arritna. Po, edhe kështu që kena kujtimet mira për këtë vend. Unë ju premtoj që ko me ardhë pas finalizimit. Kismet Allah. Ne jemi pranë objektit që kanë fillu punimet, afer finalizimit. Qashto? Po hymi brenda edhe po e komentojmë. Po kry? Fillimisht po më intereson shumë bukur e pas ke bo. Nga Zvicra. I keni marrë këtu? Nga Zvicra e kena marrë modelin. Modelin, po. Po punëtorët, çdo gjë unë punu këtu. Domethënë saj për këtë metaleve, punës dorë, çdo gjë është punu këtu. Po modeli është që më ka pëlqyer në Zvicër me një seminar ku kam qenë edhe mu ka duke mirë, funksional, po tash ta këshyrim se qysh po vazhdoj me sanet e tjera. Do të dënë me funksionu me sistem zvicerian, ju kanë ndihmu disa punëtor këto, apo? Po, kum pas punëtor që kanë punu këto, ja kum treguar projektin, edhe na para prakisht kjo u planifiku, do më thonë për majmeri, për lop, për gjëna tjera. Po tash me sa duket, unë sa pesha, po kom qef me ndryshu, me provu njerë me pula, tani ta këshyrim se qysh po hecë. Po, pse jo? Po pajisjet, do më thonë, sisteme gazhnet, zinxhir, saj për këtë gjonave, janë, i kam këtë gachme për me vazhdu me lopë. Po. Fillan njerë me pula, tani të po të bo. Ka dalme, po. E kjo pjesa është ku e kena këtu, këto e kena objekti është 31 metrë i gjatë, me 11, kapaciteti është për 44 lopë. Po gjonat i kam këtë gatë shumë e tash të punu jena. Deri me tash, sa ka kushtu këtë investim? Po deri me tash unë kur e kom investu në 2010, dhe më thonë ka kushtu dikon 160.000 euro. Komplet që kjo pjesa se me
punimet e tjera që më bon shtëpia, banimit, garazh, çdo gjë. Erdhi fundi i qëndrimit tonë sot në fshatin Zhur, komuna e Prizrenit. Para se me u përshëndet, unë po du me i falenderu banorët e mrekullueshëm të këtij fshati. Me këtë pamje prapa meje, unë ju përshëndes dhe ju falenderoj për minutat që qëndruat edhe sot me neve. Shifemi në fshatin e radhës, deri atëhere, mirë mbetëshi!